Grupe protestuesish nga radhët e komunitetit sërb në veriun e Kosovës larguan sot një blokadë të vendosur gjatë natës së kaluar në njërin nga rrugët kryesore në atë zonë në shenjë kundërshtimin ndaj hetimeve që po zhvillohen për ndriçimin e ngjarjeve të fundit të muajit të kaluar në veri. Largimi i blokadës ka pasuar diskutime që kanë zhvilluar me protestuesit, përfaqësuesit e forcave paqëruese të NATO-s, të cilët thanë se gjendja është e qëndronse me një shkallë tensionesh. Vendosja e blokadës sipas përfaqësuesve të serbëve lokal kishte pasuar përpjekjet e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit që të arrestojë një bashkëkombës të tyre. Zyrtarët e Euleksit nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë, ndërsa thanë se po vazhdojnë hetimet për të zbuluar autorët e ngjarjeve të dhunshme në veri. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vran në fund të muajit korrik, ndërsa njëri nga vendkalimet kufitare u dëgj nga grupe serbësh gjatë razirave që përfshin veriun e Kosovës pas operacionit të 25 korrikut të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vendkalimet kufitare me Serbinë. Qetësia u rivendos në veri me një marrëveshje mirëkuptimi të arritur nga KFOR-i me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të Serbisë. Sipas kësaj marrëveshje që nuk është nënshkruar nga askush, vendkalimet kufitare me Serbinë në veriun e Kosovës do të mbeten nën kontrollin e KFOR-it deri në shtator, kur pritet rifillimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Bisedimet pritet të rifillojnë më 2 shtator, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në raportin e rregullt për Kosovën u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet që mund të rrezikojnë përparimin e arritur në këto bisedime. Në raportin që pritet të diskutohet të hënën në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thuhet mes tjerash se në veri të Kosovës tensionet mbeten arsye për shqetësim. Sekretari i përgjithshëm thekson se çështja e ndjeshme lidhur me veriun e Kosovës mund të zgjidhet vetëm përmes mjeteve paqësorë në bazë të konsultimeve me të gjitha komunitetet në terren dhe pa veprime të njëanshme. Beogradi synon që në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të bëjë thirrje për kthim në gjendjen e para 25 korrikut në vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por kjo është hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës, e cila thotë se nuk mund të ketë kthim prapa dhe se do të vazhdojë me përpjekjet për vendosjen e sundimit të ligjit në veriun e Kosovës, përfshirë edhe menjanimin e strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.